se do të jetë shumë e vështirë. Po, kur jemi të mundësia zgjedhjeve të reja, ka pasur disa veprime të institucioneve të Kosovës në veri të vendit, me pas çështje e prokurorëve serb, e gjyqtarëve serb. A ka këtu, themi, veprime për efekte elektorale? Shumë kush e ka komentuar kështu, edhe opozita e ka kritikuar pikërisht pushtetin për këtë. Pa i sigur të ishim në një periudhë parazgjedhore, ndoshta po, mirë, po tash nuk kemi në një periudhë parazgjedhore. Nëse eventualisht më nxjerrë ato, teknikisht nuk mund të mbahen besoj para nëntore, kështu që një veprim i tashëm të ndërlidhet me zgjedhjet që do të maheshin ndoshta pas 2-3 muajve, nuk më duket i arsyeshëm. Unë mendoj që këto veprime janë të vënuara, këto veprime është deshur të ndodhin shumë më herët ndoshta. Jemi në një situatë të tillë ku çdo veprim mund të quhet politik, çdo veprim mund të quhet si thirrje për zgjedhje, qoftë nga qeveria, qoftë nga partitë opozitare, kështu që mund ta kuptoj ndoshta reagimin e opinionit publik deri në një mas. Mirë po, nëse jemi ende në një situatë ku nuk janë shtrirë gjitha mundësitë dhe ka afate kushtetuese ende mjaft të gjata deri kur mund të vijmë të zgjedhjet e reja, mendoj që veprimet tilla të quhen elektorale do të ishte e tepërt. Mirë po mbetet të shihet si do të shkojë ky proces. E dim që ky procesi i këtij aksionit të fundit sa i përket veriut nuk ka përfunduar ende. Rënimi i vilave, kishte reagime ndërkombëtare Po, nga rënimi i Bashkimi vilave, Evropian. prokurorët, gjyqtarët, do thotë çdo gjë nuk ka përfunduar. Kështu që mbetet të shihet ajo që ne si qytetarë SPAK-u duhet të shohim është që të kemi ligjshmëri në gjithë vendin dhe të mos ketë ligjshmëri selektive ashtu si po kërkon Bashkia Ndërkombëtare për fatkeq tash me dekada. Kështu që nëse më pyetni mua, çdo veprim ligjor, çdo veprim që është në kuadër të ligjit në veriun e Kosovës është i mirësardhur edhe pse jo. A ka histori në fakt edhe këto reagimet nga Bashkimi Evropian? Po, thash që jemi mësuar me kësi reagime, reagime të njanshme që kryesisht na drejtohen neve, jo ndoshta kundërshtarit tonë në këtë rast. Shumë njerëz mundohen ndoshta edhe të arsyetojnë ato reagime, pa marrë parasysh unë si qytetar i Kosovës, kur vihet tek implementimi i ligjit në këtë vend, unë dua të shoh implementim të ligjit në gjithë territorin e Kosovës, pa marrë parasysh nëse dikush është serb ose jo. Nëse dikush e ka problem pse ligji është i barabartë për të gjithë, atëherë problemi i tyre jo joni. Kështu që këtu është qëndrimi im. Por e çuditshme është se asnjë reagim për deklaratën e fundit të Aleksandr Vučićit. Është Kosovën pjesë të Serbisë, deklaratat e tilla. Jo, por ideja është që Bashkimi Evropian hesht në situatat e tilla. Bashkimi Evropian në një farë forme heshti edhe pas deklaratës së ministrës së tyre, derisa su shty me zor të ketë një reagim nga ta, do thotë ajo që thash më herët, jemi mësuar me kësi reagime të njanshme të Bashkisë Evropiane kryesisht, dhe kjo po vazhdon, nuk është asgjë e re për fat keq, edhe duhet të miremi me këto situata, ashtu si që jemi marrë dhe në kaluar, duhet të vazhdojmë miremi për fat keq, s'kemi çka bëjmë. Dhe Alia i kënaqësi të kisha në studio, të falenderoj shumë.